udhëtimin autori e bën një pasurim të zemrës, shumë më tepër, apo se sa mundësi për kënaqësi. Se sa mundësi për përfitime të caktuara. E që kjo një si e mace. Në çfarë do të imi qi? Ani ti po shkon për trajtim të caktuar, ti po shkon për pjesëmarrje të caktuar. S'pish punë, kjo është ansore. Esenca, për shembull, që me pa madhësinë Allahut azza xal, me pa sillën tonë, me pa sabrin tonë, me pa këtë, që është fitimi më i madh se fitimi për çka i të shkuar në udhëtimet e caktuara. Çështu se mësojmë me mat, realisht kjo është ndërtimi i dur dhe kjo është funksionimi i duri i zemrës në raport me gjitha lëvizjet e njeriu të. Gjitha lëvizjet e njeriu të. Pa në për shembull të rrezë njeri kur tash me marr shembull umrën, apo nis njëri me shkon në umrë, edhe udhëtimin 3-4 orësh apo e ka udhëtim ku zemra në vazhdimsi ushqehet me madhim të Allahut azza xal. Madhnimi i Allahut, kujdesi i Allahut te barekuta ala, mëshira e Allahut te barekuta ala, që shtrun, që shtmon apo. Pastaj ligjet e Allahut xhallahu që funksionojnë, mos më funksionojë ligj bën aeroplani. Semon, apo. Në gjitha këto ushin zemrën. Po në një zemër ushqyer gjatë këtij udhëtimi kështu më radh, e pastaj futet të aftë. Tjetër nga ajo që flan, për shembull, edhe smena për këtë punë heqë, bën llafe muhabet, tani i lart dallon. Apo dallon. Ato do më organizu zemrën që realisht udhëtimi kon përgatitje për shuzim të duhur të dësnimit final që na i minis në udhëtimin tonë. Ai që kjo është ajo që e dallon vallahi nimës të ampitë. Çka është që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, dytë me nisaf, falen dytë namazën e drekës së tikëndis, ama mes dy namazeve sa mes lindjes dhe perëndimit. Ja dynjet më kon vallahi në udhëtim me kon afër, apo dytë në karrik një këtu, po njëri Allah alem kushtu thu zemra ti larg në qiell e tjetri më ti ka kur zbresëm me që shkojmë kur kanë mungur buke çfarë kanë na qit në aeroplan mungur buke. Allah është edhe kjo, s'po them gjëra mirë, po dallon udhimi i këtij vëllai udhimi i këtij. Dallon ky edhe ky. Ky me zemrën e kthyr ka Allahu xhallahu. Çdo udhim është më afër Allahut te barka. Çdo udhim ushqihet me madhnim të Allahut azza xal. Tjetri udhimi i zakonshëm kur gjë shkum u kthym, elham na pshtum se aeroplani s'pa turbulenca, por okay, po do të kur ka është dobi apo. Apo të kallzon Allahu azza xal çfarë apo për shembull. Këtu ka hajra apo. Këtu ka hajra.